Po vazhdoni me qëndru me #Gjesin miqdashur, tani është koha për intervistën e parë në studio, ku do të flasim për Federatën e parë të boqes të Kosovës, e cila po vazhdon rrugtimin e saj me mbështetje të shtuar institucionale pas nënshkrimit të memorandumit për vitin 2026 me Ministrinë e Sportit dhe Rinisë dhe Sportit. Kjo përfshirje, kjo dhe gjithashtu kjo përkraje paraqet një motiv më të madh për punën që po bëhet në zhvillimin e boqes në Kosovë edhe padyshim të këtij sporti. Po për gjitha këto detaje ne do të flasim bashkë me kryetarin e kësaj federate, Murat Muratin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se ardhët. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe juve që keni ardhur sot. Më folë pak shumë për këtë sport të ri që veç është duke u zhvilluar në Kosovë, ka vetëm 4 vite që ka filluar të implementohet të luhet nga sportistët e Kosovës. Masuari po duhet u ndaj tek sporti edhe Federata e boqes së Kosovës. Flasim pak se çka është. Po, sporti boqes është një sport që kryesisht luhet nga personat me aftësi të kufizuara. Si sport është për një kohë të gjatë në vende tjera perëndimore, por te ne si vend si Kosovë luhet për afërsisht se rreth 5 vjet, ndërsa para 4 vitës, saktësisht me 19 maj të këtij viti, ne mbushëm 4 vjet që është themeluar si Federatë në Kosovë, si institucionalizim. Janë themeluar 5 klubet e para dhe federata, për shkak të procedurës që fillimisht duhet themeluar minimalisht 5 klube për të themeluar si federatë sportive. Sporti boqes është një sport jashtëzakonisht interesant edhe motivues për personat me aftësi ndryshe, për shkak që është edhe i lehtë për mu lujt, edhe ata që kanë aftësi fizike apo që janë me diagnoza më të vështira e kanë kategorizimin që mund të luajnë. Ky sport ndohet në BC1, BC2, BC3, BC4 dhe BC5, do të thënë varësisht për diagnozave. Neve fillimisht në vitin e kaluar vlen theksohet që kemi pasur një facilitim nga Federata e Kroacisë e sportit të boqes, ku e kemi marrë një kamping traditor dhe janë ardhur na kanë trajnuar e certifikuar trajner, refer dhe klasifikator për të kryer shërbime në nivel nacional, në nivel kombëtar. Pra, këta trajner, këta refer, këta klasifikator deri me tani janë të gatshëm dhe kanë certifikim për të kryer punët apo për të kryer detyrat për kocë, për garat edhe aktivitetet në nivel kombëtar. Roli i klasifikatorëve është që të klasifikoj lojtarën varësisht prej diagnozësh. Vlen të theksohet që BC5 mund të luajnë edhe personat që nuk kanë aftësi të kufizuara fizike, sepse ma shumë është si rekreacion, nuk ka garë sportive. BC1 deri në BC4 është garë parasportive. Ne jemi si federatë të pranuar edhe në organizatën ndërkombëtare BISFED me të drejtat të plota, po ashtu jemi pjesë edhe Komitetit Paralimpik të Kosovës, që udhëheqet nga presidenti Njomza Emini. Në kuadër të atij komiteti jemi disa federata, dikon rreth 7, të cilat secila e kryen do të thotë sportin e vet. Vlen theksohet që është edhe federata për të verbërt, e para voleybollit, e basketbollit karroca, shejtarisë, para atletikës dhe është edhe para tenisit. Do të thotë jemi si familje paralimpike që po punojmë çdo ditë që t'ju servojmë sa më shumë aktivitete persona me aftësi ndryshe. Ne si federat momentalisht kemi të regjistruara 8 ekipe të cilat në këtë kampionat që do të filloj, po në këtë pjesë të vitit do të marrin pjesë 8 ekipe nga e gjithë Kosova. Dhe kur do të filloj kampionati? Kampionati pjesa e parë do të fillojë në muajin qershor. Do të luhet në Kosovë apo? Po, në Kosovë do të luhet, zhvillohet varësisht në qytete të ndryshme. Luhet përmes turneve, luhet me vajtje ardhje. Tash është ndarë në këtë vit ka ndryshuar edhe sistemi i garave, krahasuar me vitin e kaluar. Pasi që kemi 8 ekipe dhe për shkak që mos me pas lodhje shumë
para sportistët tanë, për shkak që jemi edhe në fillet të një kampionatit të rregullt, është viti 2 që mojmë një kampionat të rregullt, dhe më fletë të kësot që jem thuajse vetë një federat që e mbojmë kampionatin në këtë parasport që mbojmë një kampionat të rregullt edhe specifik si pas rregullave, kemi menduar të i bëjmë edhe lehtësira, sepse kështu edhe preferohet si sport, e kemi ndarë kampionatin në 2 grupe, ku në 2 grupet jenë nga 4 ekipe. Po së cili ekip takohet me së cilin në vajtje ardhje, edhe në turneun e parë dhe në dytën, ndërsa play-off i luhet 2 të parë të grupit A me 2 të parë të grupit B, edhe aty bëhet ajo lufta e madhe për titullin e kampionit. Ndërsa Kupa e Kosovës luhet për, do të thotë, me sistem eliminimi. Si vlerë shtuar, kësaj radhe kemi edhe kampionatin e vajzave të veçantë. Do të thotë, për herë të parë kemi futur se aktivitet kampionati i vajzave do të jetë i veçantë në këtë vit, apo i femrave. Pasi që është luja e njëjtë si për vajzat si për është luja e njëjtë, po është luja e njëjtë dhe në këtë ekipore mund luajnë të kombinuar. Vitin e kaluar me rregullore ka qenë do të thotë e obliguar se cili ekip që brenda fushës nga 3 lojtarë të paktën të jetë e gjinisë femnore, për shkak të barazisë. Ne si federatë synojmë që këtë vit të marrim pjesë edhe në 2 turneje ndërkombëtar, atë të Polonisë dhe të Italisë, që janë të vlefshëm për të arritur pikat që të jemi pjesë e garave Los Angeles 2028, që është edhe synimi në kryesor, po ashtu pjesëmarrja në këto turneje na mundson që vitin e ardhshëm të jemi pjesë edhe e kampionatit dhe të kupës botërore. Duheni me pas shumë përgatitje kur keni turneje dhe kampionate të tilla, duhen ekipa krejt më përgatit mirë? Absolutisht, po në aspektin logjistik e organizativ jemi një ekipë tonë e njerëzve, vlen të theksohet që janë 2 klasifikator, rreth 10 refer të cilët kanë mendohë drejtësi, mandej janë zyrtar të cilët komisari Garav, sekretari federatës, pjesa e stafit tjetër, do të thotë rreth 20 persona angazhohen për ditët tona para se të fillojë ndeshja, për shkak që në sallat në Kosovë nuk ka fushë të vizatuar, të përgatitur për sportin e boqës, po obligohemi që me nxehtës që është përkas, me i përgatit fusha që marrin kohë, për afërsisht 4 fusha, rreth 5-6 orë marrin kohë për me i përgatit. Po një ditë para do të me shku me i përgatit, madje nga njerë kemi pak a shumë edhe... A keni folja, a keni lyp për shembull që me pas një fushë të juaj për me lujt? Komiteti Paralimpik është në koordinim me komunën e Prishtinës dhe me ministrinë që të fillojnë një sallë sportive cila do të shfrytëzohet për parasport, aty do të mund mastaj që të përshtaten me sportet tona, po vlen të theksohet që jo vetëm Kosovë, por në shumicën e vendeve kështu funksionon, për shkak që ato janë vija të shumta që mundën edhe me i pengu sporte tjera nëse veç i vizatohen në këto fushat e rregulla, prandaj ne mirë kuptojmë këtë gjë. Fatmirësisht komunat, deri tash komuna e Lipjanit, e Mitrovicës, e Ferizojit, e Gjakovës, na kanë mirë kuptuar dhe na kanë afruar sallat edhe nga 2 ditë në shfrytëzim, që jem falenderues për atë çështje se duhet me ndalë një aktivitet tonë për 2 ditë kur ne kemi turneun tonë, për shkak që na vijmë për shkak të përgatitjeve, që sa më mirë ti mirë presim para sportistët tonë që janë fillestar, po vlen të theksohet që gara ka qenë e jashtëzakonshme në vitin paraprak, sidomos kjo ekipore, për shkak që ka përfunduar me rezultat të finalja 4-3. Do të thotë një garë shumë e ngushtë, një garë shumë interesante, edhe për ne kjo është shtytja më e madhe kur e shohim një rivalitet, një konkurrencë, se nuk do duke edhe shumë interesante nëse një ekip është favorit absolut. Tërsa me 7 maj e kemi pas edhe marrëveshjen me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, një marrëveshje e përvjetshme që bëhet për mbështetjen
që ju japet juve si federata. Është e mjaftueshme kjo mbështetje? Po është viti 3 që neve marrim mbështetje nga Ministria e Kulturës, Rinjtë dhe Sportit në të kaluarën, e kësaj radhe Ministria e Sportit dhe Rinisë. 2 vitet paraprake mbështetjen e kemi marrë përmes Komitetit Paralimpik të Kosovës, të cilët ne jemi antar të saj, antar të rregullt, për shkak që ka munguar licencimi si federat, për shkak që kemi qenë federat e re, ndërsa në këtë vit kemi marrë mbështetjen e parë direkte nga Ministria e Sportit dhe Rinisë. Është një rritje për 50% e buxhetit në krahasim me vitin e kaluar, por natyrisht që pa mbështetjen e sponsorëve është e pamjaftueshme, por është një buxhet i cili na krijon deri diku një lloj stabiliteti për të vazhduar tutje dhe një lloj motivimi për të punuar edhe më shumë edhe para sportistët, edhe punëtorët sportiv, edhe referët, edhe klasifikatorët, edhe trajnerët, që pjesa trajnerëve është tejet e rëndësishme, e në këtë vit kemi me i dhonë një prioritet jashtëzakonshëm trajnerëve. Vitin e kaluar kemi pas prioritet referët, por e kemi prunë në një situatë që një zhvilluar do të thotë shumë xhiro, ka përfunduar kampionati ekipor, kampionati individual për secilin kategori, Kupa e Kosovës, dhe nuk e kemi pasur asnjë ankesë zyrtare nga ekipet për kohë të prondarjes të drejtësisë, gjë që tregon kjo që misioni jonë e prioriteti jonë që e kemi pas karshi referve që me i përgatit në mënyrë profesionale, me i trajnu në mënyrë teorike e praktike, ka qenë efektiv dhe ata janë duke kryer punën mirë, ndërsa këtë vit do të mundohemi edhe do ta kemi prioritet trajnerët që sa më shumë t'i ngrisim në kapacitete që ata të punojnë me ekipet e tyre, me parasportistët tonë, që parasportistët tonë bocist të jenë sa më të përgatitur, jo vetëm për gara vendore, po shumë e rëndësishme që kemi përfatësu Kosovën, e kemi dërgu flamurën e Kosovës përmes këtyre njerëzve që lëvizin me karrocë, po që do ta përfaqësojnë Kosovën në arenën ndërkombëtare, që kanë me qenë një ambasador i veçantë për Kosovën, për me promovu Kosovën si shtet i ri, fillimisht tash në Poloni e në Itali, por natyrisht edhe në vende tjera vitit tashëm ku do të mund të marrin pjesë edhe në kupën botërore, po edhe në kampionat që marrin pjesë vend nga gjithë bota. Okej, atëre me Poloni dhe me Itali do të filloni. Po kështu Bisfedi ka kalendarin e garave, edhe jenë turnet që kemi masë afërmi, edhe që është kostome përballueshme. Vlen theksohet që me marrë pjesë me një turne me 3 sportistë tonë, të një kategorie të caktuar, dhe me stafin përcjellës që është i domosdoshëm, për shkak të rregulloreve, koston dikon 20 deri 25.000 euro për këto ofër në rajon, për turnet ofër në rajon. Ndërsa me shku në Shtetet e Bashkuara në vende tjera është një kostë shtetë e papërballueshme për neve, prandaj ne zgjedhim këtë që është më e lehtë dhe më e mundshme, po ashtu vlen theksohet që në vitin paraprak dhe këtë vit përpos ministrisë që na ka mbështetur edhe Kosova Asfalt, Univers Parm dhe Ujë Rrugova, ndaj të cilëve jemi falenderues për këtë mbështetje që na japin dhe për këtë motivim shtesë për lojtarët tonë. Tashmë kemi një kampanjë që do të fillojmë shumë shpejt, ku sekretari Ermal Goshi dhe drejtori i marketingut Kushtrim Metushi kanë përgatitur një kampanjë të cilën do ta fillojnë qysh në javën e ardhshme, me u taku me biznese, edhe me paraqit kërkesat e nevojat që na mbështesin në rrugën ndërkombëtare, sepse është tejet e rëndësishme që të arrijmë pikat e nevojshme të bëhemi pjesë e gara Los Angeles 2028. Drejtori sportiv njëherët themeluesi i sportit boçjas, Luan Çabra, i cili para 5 viteve kur e ka promovu saksisht në Dorës në një punëtori, kur e ka promovu sportin e boçjas, mungesë të topave, që nuk ka pasur topa, është dalë dhe i ka ble akullore që i ka gjetë në formë trumbullakt. Ja ka dhonë një herë i kam përdor akulloret, mas ne i ka marrë ata topa dhe
Për herë të parë promovimin e ka bo me topa të akullore në gjyrë kaltët edhe në gjyrë të kuqe i ka gjetë për afërsisht ato ngjyra. Unë jam të jetë falemderus për Luan Qabrën që ka bërë një punë të jashtëzakonshme në themelimin edhe në promovimin e këtij sporti. Ai ka qenë kryetari por, mandej shkoqë shëndetësori ju ka dashur me utarjek. Fatmirësisht shëndeti ju ka kthyer dhe tash të kemi drejtor sportiv dhe trajneri kombëtarës i cili po bën punë të jashtëzakonshme në çdo sep të Kosovës me lojtarët tonë të cilët po i përgatit për gara ndërkombëtare. Atëherë na po e shohim në sfond një fotografi të një lojtari që po e mban topin e boqes në dorë. Është ky topi kuq apo? Po, ky është topat realisht janë 3 topa, është topi i bordh që thirrës që është gjek, që fillimisht quhet topi i bordh, mandej atij topit bordh njëri lojtar apo njëra ekipi ka topat e kuq, tjetri të kaltët dhe synojnë me afru sa më afër atij topit të bordh. Mandej motit janë të jetë... Gjuhetja është me dorë, apo? Me dorë, po. BC2 që ka dhe rampën, që mund me lëshut dhe kapelin, helmetin, që e lëshon topin edhe godet me kokë, nëse nuk ka fuqi. Topi është me standardet të bisfedit, dhe të një set i topave i ka 13 topa, 6 topa të kuq, 6 të kaltët dhe gjekun i bordhi. Dykun rreth 480 dhe 530 euro vjen një set i topave nga Anglia direkt, që është i licencuar, pra janë begi me kosto të lartë, janë 270 gram, dykun 250 dhe 275 gram pranohet, kur bëhet motja nga referet, ndërsa diametri është 8 deri në 8.5 cm. Pra ky është topi. Realisht, neve këtë vit e kemi edhe një kampanjë që t'ja sigurojmë se cilit lojtar nga një set të topave të stërvitjeve, që nuk e kanë këtë kosto, e kanë ashta ma pak se gjysma e kësaj kostos. Këtë kosto që e përmena janë topat që i shfrytëzohen për lojë. Ne synojmë që sa ma shumë të kemi topa në teren, që lojtarët tonë edhe në shtëpitë e tyre, edhe në salon, edhe në koridore shtëpive tyre, mund me improvizu një copë që është e rëndësishme me po stërvitje sa ma shumë lojtarët. Okej. Ndërsa, a ka interesim të qytetarëve për marrë me ju bashkangjit klubeve, me u bo pjesë e klubeve, pastaj të marrin pjesë edhe në kampionat edhe në loja të tilla? Ka interesim si nga vajzat dhe nga djemët? Personat me aftësitë kufizuar në Kosovë janë një numër i konsiderueshëm, që realisht ne përmes kampanjave promovuese kemi mri me afru në këto 8 klube që mund të jenë dikon mbi 60 ose parafërsisht rreth 70 lojtarë, se ende s'ka filluar këtë vit do të thotë zyrtarisht procesimi i emrave të lojtarëve. Ne çdo vit bëjmë kampanja promovuese të këtij sporti edhe i ftojmë personat me aftësi ndryshe që të na bashkohen. Sa ma shumë njerëz, sa ma shumë pjesëmarrje, misioni jonë është më i përmbushur. Qëllimi jonë është që personat me aftësi ndryshe të jenë të involvuar në sportin e boqes, një sport që me plot kuptimin e fjalës mund të them që është i dedikuar për personat me aftësi ndryshe dhe shumë i përshtatshëm për zhvilluar aktivitet sportiv. Jo vetëm që luajnë sport, jo vetëm që garojnë, por përmes boqes krijojnë ura të reja të komunikimit, të socializimit, do të thotë edhe një lloj shërbimi social që ndikon në anën psikologjike të tyre, janë kisha me thonë, me shumë të vlerësuar, me shumë të respektuar në shoqërinë, në komunitet, dhe konsideroj që personat me aftësi ndryshe do duhej që t'i hapën sa ma shumë dyrë, po ashtu i bëjt thirrje institucioneve të Kosovës të respektojnë edhe legjislacionin fuqi, edhe ligjet e punës, që t'i japin mundësi të barabarta në punësim, e sidomos minimalisht vendet që janë të rezervuara sipas ligjit të pa hezitim zhvillojnë procedura për punësim të kësaj kategorie, sepse janë pjesë e shoqërisë tonë, ata janë pjesë e jonë edhe ne jemi pjesë e tyre,
Prandaj është të jetë e domosdoshme që të ecim bashkë. Të ecim bashkë me këtë kategori. Unë edhe njëherë dua ta falenderoj Ministrinë e Rinisë dhe Sportit dhe Ministrin Gashani, që këtë vit ka bërë një hap për të mbështetur institucionalisht më shumë Federatën e Parabocës së Kosovës, po ashtu dua të falenderoj edhe Komitetin Paralimpik që në 2 vitet paraproke na ka mundësuar që përmes tyre të fitojmë mbështetjen institucionale. Kjo mbështetje e këtyre institucioneve tona dhe bizneseve të cilat ne kanë ndihmuar ka krijuar komoditet e mundësi që ne të punojmë me parasportist dhe të shtyjmë përparja këtë lëvizjen tonë paralimpike apo përkatësisht sportin e bocës në Kosovë, e që synojmë që në gara ndërkombëtare në të ardhmen pse jo të fitojmë medalje dhe të sjellim Kosovës medalje. Patjetër, Kosova veç njihet përmes sportit mas mirë në botë, kështu që po shpresojmë që dhe ky sport shumë shpejt ka me i pru edhe medalje Kosovës. Pse jo përmes kësaj interviste t'i ftojmë edhe krejt të interesuarit që kanë qef me ardhmë ju bashkangjit klubeve, gjithashtu dhe federatës që me lujt këtë sport, edhe paka shumë që shtë dhe thatë edhe ju për benefitet që i sjell ky sport përveç socializimit edhe shëndetit mendore e gjitha këtyre. Zotri Murat, shumë faleminderit për krejt detajet, ne po ju urojmë shumë suksese në të ardhmen, edhe do dëgjojmë prapë edhe masi që të merrni pjesë në kampionat si në Kosovë, ashtu edhe jashtë Kosovës, do dëgjojmë prapë, do t'ju mirëpresim në intervistë. Faleminderit shumë për hapësirën, edhe besoj që në të ardhmen do t'jemi në kontakt gjithsesi, dhe unë i bëj thirrje të gjithë familjeve të cilët kanë në mesën e tyre persona me aftësi ndryshe që të inkuadroni në parasportin në Kosovë. Natyrisht, me prioritet ju bëj thirrje të bëni pjesë e sportit të bocës, por nëse vullneti tyre është që t'jem pjesë e një sporti tjetër, janë edhe sporte tjera paraproke që i ceka, është e rëndësishme që këta persona të bëhen pjesë aktive e shoqërisë. Dhe një faleminderit shumë për kohën dhe për intervistën, shpresoj që të dëgjohemi për lajme të mira. Faleminderit.